Punimet do të bëhen në faza. Arsyeja pse po veprojmë në faza është normal që mos ta bllokojmë zonat. Tash është koha faktikisht më e mirë për me fillu punën, prandaj jemi në kohë. Po fillojmë punimet e transformimit të kryeqytetit, të zonës qendër. Punimet do të bëhen në faza, pra faza e parë do të jetë kjo pjesa e sheshit George Bush, ku pastaj kjo do të hapet dhe do të fillojmë pastaj me fazën e dytë të Zahir Pajazitit edhe të zonës pjesës të bibliotekës e në fund edhe të zonës Garibaldit, të rrugës Garibaldit. Kjo arsyeja pse po veprojmë në faza është normal që mos ta bllokojmë zonat edhe mundësinë për njerëz për me punu edhe për me shku edhe fëmijët për me shku në shkolla, prandaj edhe ky projekt do të jetë në 3 faza. Numri i ditëve punës parashihet të jetë 240 ditë pune në total. Projekti është 18.1 milion. Tash është koha kur edhe për fat të keq ne duhet me prit edhe temperaturat, pra nuk mundet me u punu në temperatura përfundi 0 gradë Celsius, e tash është koha faktikisht më e mirë për me fillu punën, prandaj jemi në kohë.